Në organizim të qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave të Malit të Zi, në Ulqin u mbajt një mbrëmje e veçantë muzikore skenike, e cila mblodhi një numër të madh qytetarësh, ardashësish dhe përfaqësuesish të jetës kulturore. Publiku pati kënaqësinë të ndjek një program të pasur dhe të larmishëm artistik, të realizuar me përkushtim nga talent dhe artistë të rinj. Ky aktivitet dëshmoi qartë rëndësinë e kultivimit të kulturës, ruajtjes së traditës dhe nxitjes së shprehjes artistike të brezat e rinj. Veçanërisht mbreslënse ishin performansat e korit, balerinëve dhe nxënësve të muzikës, të cilët me interpretimet e tyre sollën emocione të veçanta dhe cilësi të lartë artistike, duke e bërë mbrëmjen të paharrueshme. Gjatë programit u theksua roli i rëndësishëm i bashkëpunimit institucional në fushën e kulturës, si dhe nevoja për mbështetje të vazhdueshme ndaj institucioneve dhe individëve që kontribojnë në ruajtjen dhe promovimin e identitetit dhe diverzitetit kulturor të Malit të Zi. Të nderuara zonja zotri, dashamirë të kulturës, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje kulturore artistike të organizuar nga Qendra për Kulturë të Pakicave Kombëtare në Mal të Zi. Sonte jam këtu, jo vetëm për veten time, por për të gjithë fëmijët. Sonte, fëmijët e shkollës së baletit nga Peja dhe shkollës së muzikës të qytetit të Ulqinit janë ura lidhëse e këtyre dy qyteteve të lashta dhe të kulturës. Ne jemi të vegjël, por zemrat tona janë të mbushura plot me ëndra të mëdha. Ne jemi e ardhmja, ne sjellim gëzim, ëndra dhe ide të reja. Duam të rritemi me dashuri, në paqë dhe me shumë mundësi, që të kontribuojmë për qytetet tona dhe të nesërmen. Të merresh dhe të kontribosh në kulturë ka rëndësi të veçantë, sepse merresh me identitetin dhe me trashëgimin e kombit të vet. Për këtë sonte, për rëndësinë që ka kultura, fëmijët e dy qyteteve Ulqinit dhe Pejës do t'ju kënaqin me performancat e tyre me sloganin "Valët e Ulqinit, jahon e Pejës, një shpirt i përbashkët". Drejtori i Cekumit, Gzim Hajdinaga, ju drejtua të pranishëmve me një fjalë përshëndetëse, duke i falenderuar për pjesëmarrjen dhe mbështetjen në këtë organizim të rëndësishëm. Ai shprehu mirënjohjen e tij për interesimin e treguar, duke theksuar se prania e tyre i jep vlerë dhe kuptim të veçantë aktiviteteve kulturore, si dhe inkurajon vazhdimin e nismave që promovojnë artin, traditën dhe bashkëpunimin mes komuniteteve. Zonja dhe zotri, fëmijë të dashur, bile me mikun ton të Ulqinit dhe mikun tim personal, cilin duhet ta përshëndes Konsullin e Republikës Shqipërisë, zotit Doçi, thashë nuk e di a vlen dhe a duhet me dal unë me fol diçka, por desha, fjalimi jem ka dy rëndësi. E para për t'ju falenderuar ju që keni ardhur, zonja dhe nanët e Ulqinit, duhet t'ju falenderoj për punën e juaj të mrekullueshme që i rini për krahatyrin e fëmijëve kaq të mirë. Të ardhmes tonë dhe jam i sigurt që dani mendimin me mu që nuk ka as turizëm, edhe pse jeni vend turistik, nëse nuk ka kulturë. Janë dy ura bashkëpunimi, funksionojnë njëra me tjetrën dhe oferta jonë turistike gjithsesi do t'jetë më e mirë kur kemi një bagazh të tradite që i kemi si popull, pra si komb, dhe të përcjellim pse jo nesër edhe të musafirët. Pra do të zgjatem pak deri për kohën kur do t'japin sinjal se janë zhvesh dhe janë vesh varzet e bukura nga Peja dhe nga Ulqini, dhe atëherë përfitoj nga rasti të përshëndes drejtoren e gjimnazit, drejtoreshet e shkollave të mesme, gjithë ju që i punoni për këta vlera, dhe jo ma me pak rëndësi, drejtoreshen e shkollës të muzikës, zonjën Bezyku, faleminderit për punin që bani, faleminderit që jeni pjesë e ti programit dëshirës time personale dhe kryetarit të Pejës, miku tem Gazmet Mohaxheri, dhe fajtores kryesore e morët vesh drejtores kulturës Xheneti, që sonte kjo urë bashkëpunimi dy qyteteve të vjetra, që nuk daton prej sot. Pra Ulqini dhe Peja janë të lidhun jo vetëm miqësisht, jo vetëm me turizmin, por janë të lidhun edhe familjarisht,
por mbi të gjitha, ashtu që është edhe slogani jonë, jemi të lidhën me kulturin, me lasin, gjithmonë peja ka ardhur te Ulqini dhe normalisht ne ulqinakët me respekt për gjithë Kosovën, ndoshta pejën e ndam prej qyteteve tjera të mfalin qytetet tjera të Kosovës. Faleminderit nanët e pejës që i rini afër fëmijëve të juj, ju kena qit pak punë, sepse skena është normalisht pak larg me publikun, disa herë keni lëviz, por çka të bëm për kjo është dëshira për dalë sa më mirë varzat dhe pinte juj. Dhe në fund, unë kam derin që sonte para juve në emër të gjithë ulqinakëve me da një mirënjohje e cila shkon për personin djallëtës meje, profesorin e nderuar Tasim Dajçi, të cilën e kam njoftuar diku në nëndor apo dhjetor të vitit kaluar. Në një skenë si kur kja sonte këtu, me plot publik për janë, ka performuar folklori Ulqinit dhe në publik kanë qenë miqtë e mi, të cilët do t'ju tha ma vonë, do shta dhe moderatorja jonë, në publik janë sofrë për janë dhe në atë moment nga publiku një prej tyne ka bërtit gzim kur në afton në Ulqin. Jam përgjigjur në emër gjithë ulqinakëve dhe i kam thanë nuk kam nevoj t'ju ftoj, sepse dera Ulqinit për pejën a çdo herë hapun. Pra, në këtë moment, gjatë respekti që na kanë banë në pej, Gjeneti dhe profesori janë drejtu, kanë thanë kur i ftove sofrën, se nuk i fton edhe bukuroshet tona, dhe normalisht jemi son të këtu për të pak të vlera. I nderuar profesor, unë ashtu me sugjeroj, nuk e kam të parën herë, por du pak komor që të zgjatem me fjalimin tim, në momentin kur Izedina i dha fotografin Gjenetit, duke mos pa që është fotografi, konsulli reagoj tha, lexoje motivacionin. Unë do të lexoj motivacionin pse kam dalë me ju dhanë mirënjohjen e juaj. Atëherë të nderuar të pranishëm, bashkëqytetarët e mi, në emër të juaj dhe timin dhe institucionit që unë o theq, profesorit të nderuar që në gjeneratet e reja përcjell vlerat e kulturisë tonë, Qeku me i pra qendra për kulturë të pakicave kombëtare i danë këtë mirënjohje. Me motivacionin, mirënjohje për zotri Tasim Dajçi, për kontributin e dhënë në ruajtjen e vlerave kulturore në rajon, si dhe për përcjelljen e këtyre vlerave në brezin e ri, pra në fëmijët tanë. A ka gjë më të madhe, një drotërkitje ju lutem. Dhe jam i sigur që pa dash me athi profesorin me thanë diçka, ky gas që sonte shifet të këta fëmi, besoj që ka reflektu dhe të në ulqinakt, profesor të dini ju dhe ju pejane të nderuara në kry me Gjenetin, neve diku ka majë, neve ulqinakve fillon e na qeshet buza, sepse po qeshen të mit, inshallah jeni me fat në ambushet Ulqini si vjet, me turizm, kësa herë keni ardhë në ftesën tonë, herëve tjera, eni dhe harxhoni pak paret e pejës derdhi në Ulqin. Faleminderit. Unë jam i mirënjohës për këtë që më ke dhënë, por unë jam i mirënjohës që ti din kaq bukur të bësh këto koncerte dhe të falenderoj pa mas. Falenderoj Gjenet Sykën, që është një bashkëpunëtore shumë e fortë, që ne të kemi gjëra akoma më të bukura radhët e tjera. Kështu që faleminderit gjithëve. Përfaqësuesja e Cekumit, Izedina Shkreli, në një shenjë respekti dhe vlerësimit të ndërsjellë, i dorëzoi një dhuratë simbolike drejtoreshës për kulturë dhe sport të pejës Gjenet Suka Kelmendi. Ky gest simbolizoi mirënjohje për bashkëpunimin e deri më tanishëm dhe njëkohësisht shprehu gatishmërinë për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërinstitucionale në fushën e kulturës dhe projekteve të përbashkëta në të ardhmen. Mirë mbrëma Ulqini, është kënaqësi dhe emocion i jashtëzakonshëm që sonte të ngjitem në këtë skenë për të sjellur magjinë e pejës që e kemi quajtur për sonte Jehon, për të bashkuar bashk me valët e Ulqinit, me njerëzit që na presin këtu dhe që i duam pafund, por mos të harruar, faleminderit shumë, por mos të harruar sfidën e fundshekullit të kaluar që Ulqini na hapi dyert dhe shumica e pejanëve ishin në Ulqin për të kërkuar streh të miqtë të tyre. Një nga kërkesa e strehës ishte edhe kjo sallë glamuroze,
ndërkohë që këta 10 fëmijë që na mahnitën nga shkolla e muzikës në Ulqin, mbase do ta kujtojnë vetëm si një tregim të krenarisë në histori, ndërkohë që sot kthehemi për të reflektuar kulturën dhe rënjet tonë të përbashkëta, dhe dua ta falenderoj jo vetëm një drejtor, por një mik të jashtëzakonshëm të komunës së Pejës, i cili edhe kur ishte ministër, akoma pa e themeluar cekumin, naftoi për të hapur një rrugë të re që lidhi korridorin e Kombit, ishte kufiri Sukobin Muriçan. Faleminderit Gzim Hajdinaga, qysh atëherë kemi një histori të madhe miqësie, dhe këtë miqësi do ta vazhdojmë akoma më tepër, sepse edhe pjesëzat më të bukura të kulturës dhe traditës së Ulqinit do t'i sjellim në Pejë. Këto lule do t'i mbajmë me dashuri dhe aromën e tyre, ndërkohë që fotografinë e Ulqinit do ta mbajmë afër zemrës, ashtu sikur i mbajmë afër zemrës asetat më të mira që ka Ulqini dhe janë njerëzit e saj të mirë. Mirupafshim në Pejë, faleminderit për dashurinë dhe mikpritjen. Gjithashtu, një mirënjohje e veçantë i u nda edhe drejtoreshës së Shkollës së Muzikës dhe Baletit, Fatime Katana Buzuku, në shenjë vlerësimi për kontributin e saj të çmuar në zhvillimin dhe promovimin e edukimit artistik, me përkushtimin dhe punën e saj të vazhdueshme, ajo ka ndikuar në formimin dhe afirmimin e talenteve të reja, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në pasurimin e jetës kulturore. Mirëmbrëma gjithëve, unë së pari dua t'i uroj mirëseardhjen mysafirëve tanë. Jam e lumtur për këtë bashkëpunim, për këtë mundësi bashkëpunimi që na u dha, fale drejtorit Gzim Hajdinaga, i cili vazhdimisht punon dhe kontribon për kulturën dhe artin në Ulqin. Unë uroj që këtyre valltarëve ky manifestim t'i mbes një kujtim i bukur dhe natyrisht gjithmonë janë të mirëseardhur në Ulqin.
Kjo mbrëmje dëshmoi edhe një herë fuqinë që ka arti për të bashkuar njerëz dhe për të ndërtuar ura bashkëpunimi mes komuniteteve. Aktivitetet e tilla jo vetëm që pasurojnë jetën kulturore, por edhe frymëzojnë brezat e rinj për të ndjekur rrugën e krijimtarisë dhe vlerave artistike. Me këtë frymë pozitive dhe përkushtim të përbashkët, mbetet shpresa dhe besimi se iniciativat të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, duke sjellë gjithnjë më shumë cilësi dhe diverzitet në skenën kulturore.